dita, miqtë mi. Tani ju e dini se qeveria Rama 4 ose Ramadura 4 ka fillu. Dhe tallja që bën me shqiptarët e Shqipërisë dhe emigrantët që jetojnë jashtë, sapo ka fillu 4 vjeçari i ri për ne. Shkosh në Londër dhe tallesh me qeverinë angleze një pseudo-kriminist, njëri që tashmë është cilësuar si narkotrafikant nga një pjesë e mirë e inteligjencës antimafjes italiane, gjermane, DEA, FBI-a, ku lidhjet e forta me krimin janë tashmë haptas nëpër zyret e qeverisë shqiptare, dhe shkon e tallësh me ministrat anglez, me ish ministrat apo me një qeveri që bota e ka zili për zhvillimin, për qytetërimin, për shumë gjëra që ne mund të kalojmë edhe 500 vjet, po s'mund të arrijmë kurrë zhvillimin anglez. Kjo tregon se ne kemi një kryeminist delirant, i pacip, i pa edukat, dhe njëri që trumbeton antivlerën shqiptare në përbot. Po ta shofish në çdo konferencë shtype që del, ai tallet me gazetarët, se me këto kryebashkiak e ka të përditshme, sepse tallet me to, sepse i ka si klon, i ka si njerëz pa vlerë, sepse teknikisht s'kan as vlerë zyrët e tyre ku punojnë. Po tallje që bën me kryebashkiak, sikur t'ishtin fëmijë qerdhësh, as kopshti jo, po qerdhësh. Kjo tregon se çfarë gjeni ka psiqikisht ky zotëri. Shqiptarët kanë 30 vite që teknikisht votojnë kot, sepse votojnë për i 50.000 lekë, po votojnë për qofte, votojnë për mashtrime që i bën një pasnjëshme. Merr një shembull Thethin, që e votuan masivisht duke zinësit dhe ushemi shtëpiat në themele. Mbi 80 shtëpia ka qenë në Theth. Po Thethi ka 85 shtëpia. Dhe kjo tregon se ky zotëria veriun e ka halën se shemi Thethin, për shemb Albonën, nuk ka asnjë zhvillim ekonomik për veriun, s'ka rrugë, nuk kanë ujë të pirshëm, nuk kanë asnjë ndihmë sociale apo ekonomike. Pra, ky është një kancer që i ka hyp popullit shqiptar në kalikoc dhe i therr me thumat e tij duke tallë lësht mjes drejt dark. Nuk e di se sa mund duroni, por që e meritoni këtë lloj talljet, kjo është pa diskutueshme, sepse e keni votu bindshëm, e keni shet votën bindshëm, e keni shet për një job, e keni shet për një leje, e keni shet votën për një diçka që s'do e keni kurrë dobi për familjen tuaj. Pra ju keni shet tallën e familjes tuaj për një diçka që e vërtetuar në 3 qeveritë e kaluara që s'ka ndodhur, sepse në 12 vite ai su legalizoi shtëpiat. E keni vërtetuar se në 12 vite gjobat që ju ka vënë dhe që ju premtoi si do e hiqte me qëllimin e votës, ju s'keni pas shanse të hiqni në 12 vite që e keni marrë, dhe tani mendoni dhe filloni e ankoheni në rrjete sociale,
në për mediat ndryshme që Rama na mashtroi. Rama na shkatroi familjen, Rama shkatroi ekonominë, shofish duke gjinas, duke qa, me lot. Kjo më tregon se në Shargjeni ka ra psikikisht popull shqiptar, sepse dugajinësit kanë dalë në dugajin për të mbrojt nga turku, për të mbrojt nga serbi, kanë dalë në majet maleve, aty ku s'han të pula gur, për të mbrojt nga këto superfushit asaj kohe, dhe për mos të dorëzu një poshtuesi kaq të egër që ka majt 500 vjet Turqia dhe 100 vjet serbo-malazezët, dhe dolte atje për mos më udek kullat, mos më udek shpijat, erdhi Joshemi Rama dhe qani me lot. Kjo tregon se pjesa e Burrnis është duk mistri, pjesa e Trimnis, pjesa e mbrojtjes familjes. Keni ra në shpresën duke ju lut një psikopati që ai eksitohet sa herë t'ju shohi ju me lot në sy. Atë don që ju të shohi kaq të poshtruar dhe kaq të lodhur psikikisht. Ju e pa që ndodhi në zonën e që i dhunun ministra, qeveritar, anë nga pjesa e Indis, quhet, ajo se tani s'më vjen as emri ma, që i hodhen në lumë. Kjo du të ndodhi në Shqipëri, miqtë mi. Revolucion kundër politikës, revolucion kundër kryeբashkiakëve, revolucion kundër ministrëve, kudo që t'i shifni, ato kanë nevojë për një përgjigje të tillë, sepse të atakohet familja në të mënyrë që atakojnë ta sulmojnë familjen në mënyrë se si e sulmojnë ta, edhe turku se ka bo kaq ashpër sa kanë bo këta. Kanë 85 vjet familja kriminale komuniste që sulmon familjen shqiptare. Kanë 85 vjet që shkatrojnë familjen shqiptare, familjet fisnike. Kanë 85 vjet. Sot kanë ardhur stërniprit e tyre në pushtet. Po s'kanë ardhur rasisht. Kanë ardhur sepse ju keni mendu se armiku mund bëhet mik edhe mas 85 vjetësh. Jo, armiku s'bëhet mik kurrë. Armiku është armik dhe mbetet armik brez mas brezi. Pra, komunizmi është armiku i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Bitë e tyre ishin, gjyshit e tyre ishin armiqtë e familjes shqiptare, sepse erdhen nga serbo-malazezët në pushtet. Baballarët e tyre ishin armiqtë e familjes shqiptare. Dhe nipat e tyre janë armiqtë e shqiptarëve. Se kur doni me zanë mend dhe kur doni me kuptu, se di, po kalun 35 vite dhe ju vazhdoni e qani me lot të keshen që e sillni vetë me votë. Kjo është absurditeti i shqiptarëve. Qajnë të keshen që e sillin vetë. Pra e sill dhe e qanë për 4 vite. Kjo është ajo që nuk po kuptohet në ADN-n e shqiptarëve. A kanë gjak ma shqiptari apo jo? Kjo është pyetje që ne duhet bëjmë sot vetvetes. Kemi gjak shqiptari apo se kemi ma?